Përshëndetje, shenja e demit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 12 me 18 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 5 shpatat, as i kupave, 4 shkopinj dhe 4 shpatat. Gjendja personale duket se ju ndodheni në një moment ku jeni përballur ose jeni duke u përballur me një konflikt të brendshëm ose me të tjerët, ndoshta një keqkuptim apo ndjenjë se keni fituar, por në kurriz të paqes ama. Megjithatë, asi i kupave ju jep një mundësi të re emocionale, mund të jetë ndjesi qetësie ose një ofertë dashurie. 4 shkopinj sjellin energji feste, mbështetje nga të afërmit, apo një moment stabiliteti familjar. Por ndërkohë 4 shpatat tregojnë se keni nevojë për pushim mendor ose fizik. Pra, kujdesuni për veten tuaj pa e sforcuar veten emocionalisht. Kalojmë te familja ku kemi 7 shpatat, njeriu varur, ylli dhe mbreti i shkopinjve. Në familje ka energji mosbesimi, mbajtje të fshehta, ose ndjenjës që diçka nuk po thuhet hapur, pra sikur fshihet diçka, sikur luhet një strategji. Ju ndoshta jeni të vetëdijshëm për një situatë të ndërlikuar, por nuk jeni ende gati të veproni. Njeriu i varur kërkon të shihni situatën nga një këndvështrim i ri dhe të prisni. Ylli premton shërim, shpresë dhe drejtim të ri, ndërsa mbreti i shkopinjve, i cili mund të jetë dash luan ose shigjetar, sugjeron që dikush në familjen tuaj ose ju vetë duhet të tregoj leadership dhe pjekuri për të sjellë zgjidhje. Kalojmë te dashuria ku kemi gjykimin, 5 kupat, mbretëresha e shkopinjve dhe rrota e fatit. Në dashuri, kjo është një javë me ngarkesë emocionale në marrëdhënie. Duket se jeni duke reflektuar për vendime që i përkasin të shkuarës me kartën e gjykimit. Ndoshta me keqardhje ose dhimbje. E them këtë sepse pranë saj kemi kartën me 5 kupat që tregon humbje ose zhgënjim emocional që ende nuk është përpunuar plotësisht, ende nuk është kaluar. Por mbretëresha e shkopinjve është një figurë e fuqishme. Ajo është plot vetbesim. Mund të jeni ju vetë ose një person në jetën tuaj, e cila mund t'ju ndihmojë të rimerrni kontrollin. Dhe bashkangjitur me të është rrota e fatit, e cila më flet për një ndryshim të papritur. Pra diçka mund të vijë në dashuri në mënyrë të papritur, në mënyrë të pabesueshme dhe mund të ndodhin këto kthesa, domethënë që janë të papritura, por unë do të thoja që janë për mirë, sepse energji e tillë më përcillet nga dashuria. Kalojmë te puna ku kemi 6 kupat, 9 kupat, djalli dhe mbretëresha e shpatave. Në punë, duket sikur keni nostalgji me 6 kupat për një periudhë më të thjeshtë ndoshta në punë, ose po rikthehet një mundësi nga e kaluara. Ju ndiheni mirë emocionalisht me 9 kupat, por djalli tregon lidhje toksike, ndoshta me një zakon, vend pune, me një person ose me indikim që ju kufizon. Mbretëresha e shpatave kërkon të jeni të prerë, analitik dhe të merrni vendime të mençura pa u ndikuar nga emocionet apo manipulimi. Pra mos lejoni që kënaqësia momentale t'ju pengojë të mendoni afatgjatë. Por unë do të shtoja diçka intuitive që kjo mbretëresha e shpatave mund të jetë dikush në punën tuaj e cila ju bën problem dhe është shumë inaxhie ndoshta nuk është e kënaqur duke ju parë juve që jeni mirë, të plotësuar dhe të përmbushur me veten tuaj. Do thoja kujdes nga kjo, sepse është vërtet shumë fanatike në mënyrën se si gjykon të tjerët. Kalojmë te Prism Oracle, ku kemi protection,
Mbrojtje, kjo kartë është një thirrje për të mbrojtur, fizikisht, emocionalisht ose shpirtërisht. Pra vendosni kufi të qartë, mos ndani energjinë tuaj me të gjithë, sepse jo të gjithë e meritojnë, dhe mbani besimin tuaj të fortë në Zot dhe në veten tuaj. Mbroni veten nga ndikimet e jashtme, mos i lini zhgënjimet e së shkuarës, që mund të jenë këto, që të ndikojnë tek jeta juaj, domethënë, dhe të errësoj vlerën tuaj. Ky është mesazhi për ju. Paçen.